Edhe pse ka kaluar më shumë se një dekadë nga përfundimi i luftës në Kosovë, plaga e saj vijon të jetë e hapur. Shumë vetë ende rezultojnë të humbur, ndërsa fakte të reja vijojnë të dalin çdo ditë. Puset e vdekjes në Kosovë është libri më i ri që vjen si dëshmi mbi krimet serbe. Ai mban për autor norvegjezin Josef Martinsen, i cili udhëhoqi projektin e spastrimit të puseve në Kosovë në vitin 1999. Ky libër është një rezultat i punës së tij të rëndësishme për ata që kanë përjetuar tmerret e luftës në Kosovë. Në një intervistë për Planet Televizion, vetë autori thekson se ndër metodat e përdorura nga serbët për vrasjen e civilëve ishte edhe ajo në përpuse, por sipas tij, këto fakte nuk janë marrë ende parasysh, edhe pse ato prezantojnë shembuj të pastër të dhunës serbe. Zoti Martinsen, Puset e vdekjes në Kosovë është libri më i ri i cili sjell dëshmi për luftën në Kosovë. Çfarë periudhe kohore përfshin ai? The wells of that it covers a period from Puset e vdekjes në Kosovë mbulojnë një periudhë kohore nga janari i vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999, duke përfshirë një periudhë për një vit e gjysmë. Çfarë fakte të reja sjell ky libër? It brings a comprehensive. Përfshin një përmbledhje të asaj çfarë ndodhi në atë periudhë në Kosovë. Është një përmbledhje e përqendruar. Ky është i vetmi libër i cili flet për vrasjet në përpuse. Fëmijë, gra dhe të moshuar janë vrarë dhe janë hedhur nëpër këto puse. Janë krime shumë serioze që janë dokumentuar për të cilat askush tjetër nuk ka mbajtur shënime ose nuk i ka regjistruar. Ku jeni bazuar për këto fakte që sillni në këtë libër? The first book, The Wells of Death. Gjatë qershorit dhe korrikut të vitit 1999, unë kam qenë në Kosovë duke punuar për Kombet e Bashkuara. Kam drejtuar grupin që hoqën trupat nga puset. Në ato kohë unë shkrova një raport për të gjithë punën që bëm gati për një vit, por ky raport mbeti vetëm i arkivuar. Asnjë nuk i mori seriozisht dhe nuk shqirtoi krimet që ishin bërë. Almost a year. Sa civil janë të vrarë dhe në çfarë zone janë zbuluar më shumë varet masive? The first book was concentrating on wells. Libri i parë është më i përqendruar duke përfshirë dëshmi nga të mbijetuarit mbi viktimat që janë hedhur në përpuse, ndërsa libri i dytë, Çfarë ndodhi në Kosovë, jep një paraqitje të viktimave civile, ku regjistrohen 400 varre masive deri në nëntor të vitit 1999. Në librin e dytë kam përdorur burimet e mia personale, duke u ndihmuar nga Qendra Juridike Humanitare, Kryqi i Kuq apo Tribunali i Hagës. Zoti Martinsen, mund na sillni dëshmi mbi kërkimet tuaja në terren? The first I can think of when you ask this question. E para ngjarje që më erdhi në mendje menjëherë sapo ma bëre këtë pyetje, është një vend në Kosovë që quhet Kotlina. Ishte i lartë në male, rreth 1200 metër lartësi mbi nivelin e detit. Ushtria serbe sulmoi atë fshat herët në mëngjes. Ata morën 33 ose 34 meshkuj. I morën dhe i çuan në kodër lart afër disa puseve. Rrugës për te puset 11 për tyre mundën të arratisen. 22 burra që kishin mbetur pa u vrarë u hodhën në përpuse, ku ushtria serbe kishte përdorur dhe eksploziv për t'i shkatërruar ato. Dhe kjo ndodhi në maj shtator të vitit 1999. Unë shkova atje dhe filluam që t'i gërmojmë trupat nga ato puse. Nxjerrja e tyre pati ndikim shumë të madh tek unë. Isha i shokuar nga ajo çfarë kishte ndodhur atyre 22 të rinjve. Në këtë fshat njerëzit kishin qenë të paramatosur dhe kështu nuk ishte arsye pse ata duhet të vriteshin. Dhe një gjë tjetër që doja të përmendja ishte një rast në Podujev. Atje jetonte një grua e moshuar që ishte 84 vjeçe dhe kishte një protezë në këmbë. Dhe kjo grua ishte vrarë dhe më pas ishte hedhur në pusin e shtëpisë së saj. Në librin e dytë të trilogjisë kam përmendur se si nga 1 janari i vitit 1998 deri në qershor të 1999, çdo ditë janë vrarë civil. Gjithçka është e dokumentuar këtu dhe i kam shfrytzuar 4 vite të qëndrimit tim në Kosovë për t'i mbledhur këto informacione. Mes civilëve të vrarë ka pasur shumë fëmijë, gra, njerëz të moshuar, por edhe të rinj. Për t'i vrarë civilët kosovarë, serbët kanë përdorur një metodë. Së pari ata kanë bombarduar një fshat, kanë shkatëruar shtëpi duke i detyruar njerëzit të dalin në rrugë, ku kishte personel ushtarak të cilët i drejtonin civilët dhe Shqipërisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi.
Gjatë inspektimit në Kotlin, ne nuk ishim të sigurt nëse kishe njerëz në puse, kishte thashe theme, por ende nuk ishim arritur në përfundime. Grupi im ishte grupi i 4 që e kishi vizituar atë vend. Unë me njëherë e vërejta nga dëshmitë që na eprin fshatarët që diçka kishte ndodhur aty. Më kujtohet kur ne gërmuam ato 22 trupa, na u deshën 2 javë dhe me njëherë më vjen ndërmend një burr që po kërkonte 2 djemtë e tij. Mes trupave ishin dhe këta 2 të rinj. Në fytyrën e atij babai kishte një buzëqeshje. Ishte e çuditshme. Por kishte një buzëqeshje duke na thënë se më në fund i gjeti 2 djemtë e tij. Ishte rrënqese. Mendoni se ka ende varre masive në këtë formë në Pusë në Kosovë? I think not so much in Wales, but are mass graves. Nuk mendoj se ka ende varre masive në Puse, por ka ende varre masive. Në librin tim kam të dokumentuar rreth 11.000 emra të civilëve të vrarë, ku 1.800 emra janë me ngjyrë të kaltër, pasi ata janë ende të humbur. Dhe ne dyshojmë se ata janë diku në varret masive në Serbi, sepse pak para mbarimit të luftës në Kosovë, nga ana e serbëve u bë një transportim në masë i trupave që kishin vrarë në Kosovë drejt Serbisë, për të fshehur numrin e krimeve që kishin bërë, dhe ky ishte një veprim që ishte iniciuar nga Milošević në mënyrë që të eliminonin dëshmitë, sepse nëse nuk ka trupa, nuk ka dëshmi. Arsyeja pse filluam të dyshojmë se ka ende varre masive në Serbi është një kamion serb që pulltonte nga Kosova drejt Serbisë, u përplas dhe ra në lumin Danub, dhe trupat e njerëzve filluan të lundrojnë nëpër ujë. Këto u pa nga komuniteti ndërkombëtar dhe më pas nisën hetimet edhe në Serbi. Pas botimit të librit në gjuhën shqipe në Kosovë, si është pritur ky libër? Personally, I think it was very well welcomed. Personalisht mendoj se është mirëpritur sepse askush nuk i kishte shqyrtuar këto ndodhime më parë. Kështu si dokumentim është shumë i vlefshëm për të ardhmen, sepse herët avon serbët dhe kosovarët duhet të shqyrtojnë këto gjëra pasi ne të gjithë shpresojmë se shumë shpejt mes Kosovës dhe Serbisë do të ketë paqe. Po për këtë paqe ju do të dini se çfarë ka ndodhur. Puna ime ka si prapaskenjë që ne të prezantojmë atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Si shtesë ndaj 2 librave, ne kemi përgatitur edhe një DVD, në të cilën intervistojmë njerëzit që i kanë mbijetuar masakrave. Ndoshta mund të duket e çuditshme që ka pasur të mbijetuar nga masakrat, por në disa raste ka pasur, dhe ato japin një dëshmi të qartë të asaj çfarë ka ndodhur, si bazë për pajtimin dhe faljen. Ky dokumentim është shumë i vlefshëm. Si mendoni, sa do ndikoj ky libër për të zbuluar krimet e bëra gjatë luftës në Kosovë? There are several people or organizations who have Njerëz të ndryshëm ose organizata të ndryshme kanë shkruar për krimet që kanë ndodhur në Kosovë, por vetëm për pjesë të ndryshme të tyre, ndërsa në këto libra përfshihen të gjitha anët e krimeve që janë kryer, dhe gjithashtu flitet për njësitë ushtarake ose policore që i kanë kryer ato, por deri tani askush nuk i ka marrë përballë tisje në gjykatë të dëshmi. Kur do t'i kemi në gjuhën shqipe dhe 2 pjesë të tjera të triologjisë? We have had an action this summer in Pristina. Ne kemi nisur një aksion këtë verë në Prishtinë për të mbledhur para për t'i botuar në gjuhën shqipe dhe serbe edhe 2 librat e tjerë të trilogjisë. Deri tani kemi arritur të mbledhim gati 6.000 euro për një periudhë 2 muaj e gjysmë, por akoma na mungojnë rreth 17.000 euro në mënyrë që të kompletojmë projektin dhe më pas të bëjmë prezantimin e librave edhe në Beograd. Qeveria e Kosovës sa ka ndihmuar në votimin e këtyre librave? Unfortunate, I have to say that me keqardhje duhet të them se nuk kemi pasur mbështetje nga qeveria e Kosovës. Paratë që kemi mbledhur i kemi mbledhur nga njerëzit e zakonshëm. Mendimi im është se arsyet pse qeveria e Kosovës nuk e ka mbështetur këtë projekt është se Kombet e Bashkuara i kanë thënë qeverisë që të mos përmendë këtë çështje, sepse Kombet e Bashkuara mendojnë se kjo do t'i mërzisë serbët dhe në këtë mënyrë do të sjellë më shumë probleme. Por unë mendoj të kundërtën, pasi për sa kohë nuk do njihet ajo çfarë ka ndodhur, do të ketë vazhdimisht trazira dhe probleme. Në momentin kur të gjitha palët e dinë se çfarë ka ndodhur, ata do të kenë një bazë ku të fillojnë, do të dinë se si të sillen në të ardhmen. Është triologjia juaj një dëshmi për brezin e ri për të njohur çfarë ka ndodhur në luftën e Kosovës? Personally, I think Personalisht mendoj se brezi i ri
janë grupi kryesor me të cilët ne duhet të punojmë dhe të përqendrohemi, sepse ka shumë njerëz nga brezi i vjetër në Serbi që janë përfshirë në këto krime dhe ata nuk duan të flasin për këto gjëra, kështu që brezi i ri duhet të di se çfarë ka ndodhur dhe çfarë duhet të mendojë për të ardhmen. Duke parë situatën aktuale në Kosovë, si mendoni se do jetë marrëdhënia me Serbinë? Based on my personal experience after Bazuar në përvojën time personale për 12 vitesh në Kosovë, është që shqiptarët e Kosovës janë të gatshëm të negociojnë me serbët dhe t'i falin ata, por serbët do të jenë të gatshëm që ta pranojnë atë çfarë kanë bërë, sepse deri më tani ata kanë refuzuar të flasin për krimet që kanë kryer. Josef Martinsen u lind në Stavanger në vitin 1940. U arsimuar në shkollat ushtarake në ekonomi dhe logjistik. Ai ka përvojë ushtarake duke shërbyer në OKB. Në vitin 1999-2000 ishte koordinatori i një projekti të UNHCR-s në Kosovë, në bashkëpunim me organizatën e ndihmës së kishës norvegjeze. Puna e tij në terren sjell për lexuesit fakte të pazbuluara më parë në Kosovë, ndërsa shpreson që këto fakte të merren parasysh në procesin e bisedimeve që do mbahen mes Kosovës dhe Serbisë, për të ndihmuar në çështjen kosovare.